Autoritetet italiane kanë arritur të vënë në pranga autorin e dyshuar të vrasjes së 49 vjeçares shqiptare Sagjide Muslia në Ancona, ngjarje e regjistruar më 3 dhjetor në Ancona. Nazif Muslia nga Maqedonia e Veriut u arrestua pasi u zbulua nga një gjuetar në një zonë të pyllëzuar pasditen e 4 dhjetorit. Sipas mediave italiane, 50 vjeçari shqiptar u gjet nga gjuetari i shtrirë në një zonë të largët pranë Matelika dhe i plagosur rënd. Ai i kishte dhënë ndihmën e parë përpara se të njoftonte autoritetet. 50 vjeçari dyshohet se ka tentuar t'i jap fund jetës. Makina e 50 vjeçarit, një Smart i bardhë, u gjet e braktisur pranë vendit ku ndodhej ai. Zyra e prokurorit të Ankonës kishte lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar për Musliën, i cili pas vdekjes së gruas së tij ishte zhdukur dhe nuk ishte paraqitur në punë, duke rritur akoma më shumë dyshimet se ai është autori i vrasjes, që pas ngjarjes celulari i tij rezultonte i fikur. 50 vjeçari akuzohet për vrasje të rëndë me dashje të gruas së tij, e cila u gjet e vdekur në banesën e saj me goditje të forta në kokë dhe gjoks. Nazif Muslia rezultoni i dënuar më parë për dhunë në familje. Gjithashtu bëhet me dije se çifti ishin rikthyer bashkë kohët e fundit.